Nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje Glauk Konjufca ka deklaruar se çështja e zgjedhjes së presidentit nuk është përgjegjësi e qeverisë. Konjufca tha se qeveria, sipas tij, ka pasur shumicën e nevojshme prej 66 votash për miratimin e ligjeve dhe vendimeve në Kuvend, pa pasur nevojë për votat e opozitës. Kjo nuk është çështje e qeverisë. Qeveria nuk e zgjedh presidentin. Sa i përket çështjeve të qeverisë, ne kemi votuar me 66. Krejti kemi votuar ato që na ka dhënë populli, u shpreh ai. Ai shtoi se presidenti përfaqëson një pushtet të veçantë dhe të ndarë nga ekzekutivi. Lidhur me mundësinë e vazhdimit të ciklit të zgjedhjeve të parakohshme, Konjufca tha se përgjigjen do ta japin qytetarët në votimet e ardhshme. Këtë përgjigje e jep populli më 7 qershor. Nëse VV-i merr mbi 51%, nuk do të ketë zgjedhje deri në vitin 2030, deklaroi Konjufca.